Atëherë qytetarët e Republikës Kosovës po ju drejtohem nga Kuvendi i Kosovës, siç e pat dyert e kuvendit, respektivisht të sallës ku sonte do duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës, janë të mbyllura. Janë të mbyllura përkundër faktit që ne si grup parlamentar e kemi lajmëruar me kohë kryesuesin e seancës të konstituimit Kuvendit Kosovës, po ashtu edhe administratën me kohë, me shkrim, përmes emailit të gjithë, mirë po siç shihet, salla është e mbyllur. Ajo që dua të them është se afati 30 ditor për konstituimin e Kuvendit përfundon sonte në ora 23:59, pra me 7 gusht vitit 2026. Ne kemi kërkuar nga kryesuesi i seancës konstitutive, sipas nenit 9 paragrafit 1 të rregullorës punës Kuvendit, duke kërkuar që me një herë të bëhet saktimi i vazhdimit të seancës, i cili është saktu nesër përfundon afati kushtetues. Gjykata kushtetuese në paragrafin 140 dhe 145 të aktgjykimit KO 124/25 ka përcaktuar sakt se afati nga neni 66, paragrafi kushtetues, është afat për konstituimin e Kuvendit Kosovës, jo vetëm për fillimin apo tentimin e ndërtimit të një procesi. Sipas nenit 12, paragrafi 5 rregullorës, seanca konstituive përfundon vetëm me zgjedhjen e kryetarit dhe 5 në kryetarëve tjerë. Afati procedural prej 48 orësh për ndërprerjen e seancës nuk mund të zgjas afatin kushtetues 30 ditor. Sipas nenit 11, paragrafi 2 të rregullorës, ne duhet kërkojmë si subjekt politik që të paraqitet kandidatë, dhe ajo u pa që nuk u paraqit, mirë po u kërku vazhdimi i saj. Neni 66, paragrafi 3 kushtetues dhe neni 7, paragrafi 2 i rregullorës rregullojnë vetëm mbledhjen e Kuvendit kur presidenti nuk e thret seancën konstitutive. Ndonse seanca aktuale është thirrur nga presidentja, këto dispozita shprehin një parim kushtetues që vlen për rrethonat e krijuara pas fillimit të saj. Ajo që ne sot i themi kryesuesit, i themi lëvizjes vetëvendosje, i themi shumicës parlamentare, ju sonte juni duke e rënuar rendin kushtetues. Jeni duke e lënduar skajshmërisht demokracinë përfaqësuese në Kosovë. Jeni duke e shkelur, që nuk është hera e parë, atë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të gjitha aktet juridike normative që rregullojnë punën e këtij kuvendi. Kjo shkelje, e cila është shkelje e vazhdueshme, nuk duhet të ndodhë. Deputet Aleancë për Armiqtë e Kosovës, Partisë Demokratike, janë nalë, mirë po, siç u pa, dera është e mbyllur. Ne e dimë që një pjesë e atyre, pra ata të cilët kanë dhënë urdhën me mbyll derën, ata dëshirojnë që ne të bëjmë akte të dhunshme dhe ta hapim derën me vënkër, këtë nuk do ta bëjmë kurrë. Kur nuk do ta lëndojmë këtë institucionin më të lartë të Republikës Kosovës me asnjë akt vandal. Ne vetëm kërkojmë respektim të rendit kushtetues dhe mbrojtje të shtetit të Kosovës. Kjo që sot po ndodh është edhe një akt, edhe një goditje e rëndë që japet shtetit më të ri në vend. Ju faleminderit. A do të vëni nesër pjesë në seancën e Kuvendit? Ne e kemi thirrë këtë seancë në ora 10:30, përmbyllet deri në orën 23:59, për shkak se ne jemi të bindur që është duke u shkelur rendi kushtetues dhe duke u shkelur me 2 këmbë rregullorja e punës Kuvendit. Në këto rrethana ne kërkojmë që deri në ora 24 të mbledhen dhe të vinë. Ky sabotim që po i bëhet shtetit është sabotim i qëllimshëm për me trajtuar edhe një rast në gjykatë kushtetuese,
për të vazhdu epizodat që i kemi pa në televizion, të cilat ndërlidhen me vazhdimësinë e skajshme. Ju e dini do të thotë se si ka ndodhur edhe në legjislaturën e kaluar, edhe në ata tjetër, strategjia ka qenë shkurt edhe shqip, me zgjat, te zgjat dhe me shty një proces i cili është proces demokratik, legjitim dhe juridik. Sa i përket nesër, në oranin 10, kjo është një çështje që ndërlidhet po ashtu edhe me grupe tjera parlamentare. Ne si Aleancë e kemi bë këtë ftesë dhe falenderoj deputetët e Partisë Demokratike që kanë ardhur edhe bashkëndimin që e kemi pas edhe diskutimin edhe me LDK-n. Mirë, por ne, më rëndësishmja është që partia që i ka 53 deputet të ishte sot të prezent. Ata nuk janë prezent, nuk janë lajmërue, nuk janë paraqit dhe kanë mbajtur derën mbyllur. Me vetëm qëllim që na me votë. Që kanë ardhur tash. Lista srpska, lojmi ka qenë publik, edhe ajo që dua të them që nuk lidhet me listën srpska. Mos e tjetërsoni një moment të rëndësishëm që apo ndodh Kosovës. Ta ndërlidhem me një të vërtetë. Ta ndërlidhem me një moment i cili është momenti më i ulë që po ndodh kuvendit Kosovës. Kur nuk i ka ndodhur kuvendit Kosovës prej kohës kur shkoll pavarësia e Kosovës. Para kësaj dere me u mbyll seanca, salla e kuvendit Kosovës. Kemi qartë, kemi në shku nesër, as kemi në shku, me qënë se ta do të bashkën Po, tonë, ja do t'jetë këtë vendit për bashkët. Unë po e kuptoj. Po. A ka gjatë që do t'a qeni në kushtetuese mazitës në sotme nëse nuk bëhet konstituimi? Janë dy tema në këtë aspekt. E para lidhet me, do të thotë, me zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarit. Ju siç e dini, Aleanca nuk ka nën kryetar. Dhe kishte me qenë jo e drejtë dhe jo kolegiale, edhe ndaj partisë politike, Partisë Demokratike, edhe ndaj Lidhjes Demokratike që na para tyre të prononcojmë. Ky do të jetë një veprim i përbashkët i cili do të diskutohet nesër. Unë e kuptoj që një lajm kishte me qenë a do të merrni pjesë nesër, po jo. Po kjo nuk i takon Aleancës. Dhe rrjedhimisht, duke mos i taku Aleancës, ne do të bashkërendojmë me dy parti tjera të cilat i kanë në kryetarë. Ju falenderoj. A konsideroni shkeljet kushtetues sur fat? Seanca nesër është jashtë afatit ligjor, atë pse po e konsideroni pjesëmarrjen? Nuk po e konsideroj, ju po e them. Unë Nuk po e konsideroj. Ne bashkërendimi i veprimit politik nesër në seancë nuk lidhet vetëm me Aleancën. Ju lutem, nuk lidhet vetëm me deputetët tonë. Për shkak se ju po adresoni një pyetje një subjekti politik që s'ka nën kryetar, që nuk merr pjesë në shtyp, por vetëm në votim. Po kjo çështje është çështje që diskutohet nesër. Sot e them me përgjegjësi të plot, Kosova, rendi kushtetues dhe ky kuvend e ka marrë një goditje të madhe, goditje e cila do të mbetet në analet e historisë së jetës parlamentare në Kosovë si një goditje e rënd kushtetuese. Ju falenderoj. Ona? A qeni në kushtetuese? Fashë